Flasim për turizm, çfarë turizm pret në përmet, kur ne i prejmë si në Kërcyr, në Piskov, palera në zonë turistike, në Prashë ato. Dje kam qenë dëshmitar me një pjesë shokësh këtu, që njerëzit turistë që ndronin atje, ose para 6 muaj, para një viti kam parë, kur vinin garza apo gjëra, njerëzit kur kalonin turistët e huaj, kur ne kemi një mrekulli të vërtet, kur kemi mbretën e Tovës, kur kemi Prashën, kur kemi ujrat, kur kemi gjitha resurset. Mega e Shqipërisë, a? Mega e Shqipërisë. Por de facto që nga qeveria, për mendimin tim, ka probleme sepse ja vuri zjarrin përmetit, edhe si vjetë po shikoj, unë kam një mikrobujtin, kam një 3 dhoma. Ha, e ke një bujtin të vogël, e? Ka një bujtin të vogël. Këmbërropi nuk jetë se kutërin, nuk kapen dyrt atë shka tha zonja në Gjibe, edhe i zotri atje, nuk kapen dritarat.